أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل falenderojmë faljen dhe ndihmën vetëm prej tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun azza wa jall për çdo begati, veçanërisht për begatinë e udhëzimit në rrugën e drejtë. E pas kësaj e falenderojmë Allahun fuqiplot që na ka furnizuar me një begati të re në të cilën e kemi një komoditet jo të dunjas, por një komoditet të dinit, të fesë, komoditet më të madh, më të mirë, më të këndshëm për me adhuru Allahun azza wa jall. Kjo begati është ky vend në të cilin sot gjendemi dhe është e patjetërsueshme që të falenderohet Allahu fuqiplot për këtë. Dhe krahas falënderimit me gjuhë, ja bashkangjesim edhe falënderimin me gjymtyr, falënderimin me punë, ku për këtë vend, të thot vend falje, për këtë mesgjid të ri, në të cilin jemi të bu sonte, do të mundohemi që me shfrytzu për hajr dhe për punë me cilat Allahu është i kënaqur. Sepse kjo është natyra begative, edhe nëse robi dëshiron që ato begatit t'i shtohen edhe më shumë, edhe dëshiron që t'ja vazhdoj Allahu azza wa jall, atëherë duhet të jetë falënderues. Dhe ne edhe këtë falënderim ndaj Allahut fuqiplot e lutim përsëri Allahun fuqiplot që të na ndihmoj që të realizojmë falënderimin, na ndihmoj të jemi mirënjohës, të jemi falënderues, e të na ndihmoj që këtë begati, këtë mirësi, këtë mesgjid ta shfrytëzojmë në kënaqësinë e tij. Dhe këtu të adhurojmë Allahun azza wa jall, ashtu që ai është i kënaqur, duke i mënjanu, do thot, bidate të ndryshme, duke i mënjanu shtrëmbrime të ndryshme, dhe me këtë arrihet falënderimi i plot. Dhe ati lutemi që na mundsoj edhe të na lehtësoj që edhe këto takime, do thot javore, ku flasim për Allahun azza wa jall, flasim për pejgamberin e tij, flasim për muslimanët, flasim për fenë e Allahut fuqiplot, na e lehtësoj që t'i mbajmë ato takime këtu në këtë vend, e kjo të jetë pjesë e falënderimit ndaj Allahut azza wa jall. Të jetë pjesë e shfrytëzimit të begatisë në gjëra që Allahu është i kënaqur. Në të njëjtën kohë e lutim Allahun fuqiplot që na ruaj nga sherri i dashakeqeve, çfarë do lloji qofshin ata, dhe të na mundsoj që ta adhurojmë Allahun në mirësi dhe në begati. Sepse adhurimi është obligim, është i patjetërsueshëm. E nëse Allahu fuqiplot dikujt ja ka mundsuar me qenë adhurues, atëherë kjo është një met në veti. Mirë, por nëse ja ka mundsuar me qenë adhurues në kohë komoditeti, edhe në kohë rahatie, kjo është begati brenda begatisë. Prandaj edhe duhet jemi falënderues ndaj Allahut azza wa jall që na ka vërshu me mirësitë e tij, dhe lutim atë që të na forcoj në dinin e tij, të na forcoj në fenë e tij, dhe të na mundsoj që të vërtetën ta shohim si të vërtetë dhe ta ndjekim atë, dhe të na mundsoj ta shohim devijimin si devijim dhe t'i largohemi atij. Pastaj vazhdojmë me temën tonë, ku jemi duke folë për jetën e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, historinë edhe jetëshkrimin e tij, nga e cila ne përfitojmë shumë. Dhe në takimet e kaluara kemi folë rreth betejës së Tebukut, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi me shokët e tij i të bojnë një numër të madh muslimanësh,
shkoi në Tebuk për të ballafaquar me armikun e asaj kohe, pra me romakët, i cili ishte një ballafaqim pritej të ishte i rrezikshëm. Mirë po deshti Allah Azza wa Jall që t'i shpërblej robërit e tij, të cilët e treguan gatishmërinë me i shërby fesë të Allahut fuqiplot. Dhe nuk hasën në rezistencë me armikun. Pastaj kemi përmend se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthyn në Medinë dhe ndodhi që i patë do në gjatë rrugës dhe mësimet nga këto ndodhi. E sonte do të flasim për një pjesë pas kthimit në Medinë, e cila përmban mësime të shumta. Vetë betejë të Bukut meriton do thotë të shkruhen punime për to rreth detajeve të kësaj betejë dhe heroizmave që treguan sahabët gjatë kësaj betejë. E pastaj edhe rezultatet e kësaj betejë në fund, ose ngjarjet që e pasun këtë betejë, edhe ato meritojnë një trajtim të veçantë. Sidomos ngjarja e famshme e Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu. Kur e kemi përmend pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa të shku në Tebuk, shumica e muslimanëve bashkangjitën. Mi po për faktin se udhëtimi ishte i largët, edhe kish shumë vështirësi, edhe armiku i fuqishëm, e kemi përmend se disa qëndruan mbrapa, edhe nuk ju bashkangjitën. Mirë po, ky qëndrim mbrapa dhe kjo mos bashkangjitje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë betejë, ma vonë u bë shenjë dalluese mes imanit dhe nifakut. Edhe çdo kush që nuk mori pjesë në këtë betejë e rrezikoi vetveten karshi nifakut. Edhe realisht mos pjesëmarrja në këtë betejë ish shenjë e nifakut. Ish domethënë shenjë e hipokrizisë edhe munafiklëkut. E këtë do thot na dëshmon vetë fjala e Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu, për cilin tash kemë fol më në detaje. Mirë po, kur e tregon historinë e tij edhe ngjarjen e tij, në diku aty kur i përshkruan ngjarjet se çka hasi gjatë kohës kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në Tebuk, thot kur dilsha në qytet, edhe ecja rrugëve të Medinës, thot sani që mas shumti u mpiklonte, ish fakti se ata njerëz që i shifsha më në për rrugë, ishin njerëz të zhytur në nifak, ose njerëz të cilët Allah Azza wa Jall i ka arsyetuar për shkak se kanë qenë të dobët ose të varfër edhe s'kan pas me çka me shku me u bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kategoritë të cilat nuk morën pjesë në luftën e Tebukut ishin 4 lloje. Njëra kategori ka qenë ma'murun ma'jurun. Domethënë njerëz të urdhëruar me marr pjesë në betejën e Tebukut, e që nuk morën pjesë, por megjithatë ishin të shpërblyer. E këtu kanë qenë 3 persona: Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, Muhammed ibn Maslama edhe Abdullah ibn Ummi Maktum. Sepse të 3 dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u kishte dhënë nga një mision. Edhe këta e zbatun misionin që u kishte dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj kur të çet në peshore, nuk dallojnë këto asgjë prej pjesëmarrësve në Tebuk. Pse? Sepse ato që shkuan në Tebuk ju përgjigjen thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë ju përgjigjen misionit që ja u dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po dhe këta 3 që qëndruan, Aliu, Muhammed ibn Maslama edhe Abdullah ibn Ummi Maktumi, edhe këta 3 ishin duke e kry misionin që ja u dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë ishin të barabartë. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu kena përmend pse ka qëndruar në Medinë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka porositur që me qëndru edhe me u kujdes për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhammed ibn Maslama e ka lënë si guvernator në Medinë, do si zëvendës në Medinë për me menaxhu situatën në Medinë, për çka do të ndodh. Edhe Abdullah ibn Ummi Maktumin e ka lënë udhëheqës për namaz. Në këta 3 kanë qenë. Secili ka pas nga një mision kyç. Grupi i dytë kanë qenë të arsyetuarit. Po ato që s'kan marr pjesë, por kanë qenë të arsyetuar, do thotë
në mesin e këtyre kanë qenë njerëz të dobët, njerëz të sëmur, njerëz do thotë që kanë pas justifikime të pranueshme për mos me marr pjesë do thotë në këtë betejë. Edhe mesin e këtyre pra kanë qenë ata të cilët kanë përmend se kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thënë s'kena me çka me ardh në betejë, a mundesh ti më na gjet diçka? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar sun ka gjet, edhe i ka kthy mbrapa, edhe këta kanë çajt, domethënë për faktin se sun kanë marrë pjesë. Kategoria e tretë kanë qenë mëkatar, do thotë mos pjesëmarrës, po atë njëjtën kohë mëkatarëve mos pjesëmarrjen e tyre. E këtu kanë qenë do thotë tre personat, Ka'b ibn Maliku me dy shokët e tij, edhe Ebu Lubaba me një 6 persona tjerë. Do thotë këtë kanë qenë diku 10 persona. Ebu Lubaba me 6 persona tjerë, veti 7, edhe Ka'b ibn Maliku me 2 të tjerë. Edhe grupi i katërt kanë qenë ata munafikat, me qëjtë kështu kushtimisht, munafiket e sinqert në nifak. Dhe thot, munafiket e pastër, të cilët nuk kanë shku me marrë pjesë, po atë njëjtën kohë kur u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju kanë arsyetu. Ju kanë betu, kanë gjetë domethënë justifikime nga më të ndryshmet, edhe do thot sipas ngjarjeve edhe atyre që ka përmendëm që transmeton, kuptohet që këta e kanë gënjur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra kanë shfaq diçka që nuk kanë brenda. Me njëherë në star do thot hala pa arrit në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u dha një direktiv ushtarëve të Tebukut, ja u dha një direktiv se çka me vepru në rastin e këtij. Çka me bë momentin që shkojnë në Medinë. Kur ju afru Medinës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve: "Men laqiya minhum ahadan min al-mukhallafin fala yukallimannahu wala yujalisanna." Tha, në momentin që ktheheni në Medinë, edhe e takonin ndonjërin prej atyre që nuk morën pjesë, atëherë tha mos gaboni me I fol asnjërit e as mos rrini me ta. Kjo ish urdhresa e parë se çka duhet me bëjë me personat e këtij. As mos I flisni e as mos rrini me ta. Kjo ish direktiva e parë se çysh duhet me I trajtu këta njerëz. Pa ardh, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa vendosë çka me bë me secilin. Edhe ashtu veprun. Do duke u nis prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe besimtarëve të tjerë, kur arritën në Medinë, nuk ju folën askujt prej tyre. Pse dolën me I prit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I injoroi gjithë. Saqë kishte domethënë për besimtarëve që nuk do thotë e injoroi babën e vet, e injoroi vllaun e vet, edhe nuk ju folën asnjënit prej tyre. Madje kish raste kur gratë e veta nuk ju folën burrave të vet. Edhe momentin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas do thotë traditë që kur është kthy për ndonjë udhëtimi, më së pari ka shkuar në xhamin e tij, aty I ka fal 2 rekate namaz, edhe pastaj është taku me njerëzit. I ka përshëndet njerëzit kush ka ardhur, domethënë dikush me përshëndet. Dhe momentin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi do thotë dhe ul në xhamin e tij, nisën me ardh njerëzit. Me njëherë do thotë nisën turmat e njerëzve me ardh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nisën që kategoria munafikëve, secili me shku me ju arsyetu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush jo më koni smut, jo dikush nuk kum pas kohë, jo dikush do thotë arsyetimin nga më të ndryshmet. Ai thoshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto janë arsyetimet tona, kërko falje te Allahu azza wa jall për neve. Bani istighfar për neve. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë këta që erdhën
i trajtoj me të jashtme në tënve. Po thu që të ke pas justifikim? Rregull. E kjo është domethënë mësim që muslimani që do të me trajtu muslimanin me të jashtmen e tij. Ta jepni arsyetim, pranon arsyetimin. Jo, domethënë mi hi llugave ku nuk takojnë, mi hi punëve të ghaibit. Ai thot valla e kum pas çet problem, ti unë ky ka pas kështu pa tash. Ja, ajo nuk ban. Muslimani e trajton muslimanin në bazë të jashtmes së tij. Ishin vetëm 3 persona që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trajtoi pak më ndryshe. Po edhe një 7 tjerë, edhe ata patën një trajtim pak më ndryshe. Thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thot kanë qenë 10 persona të cilat për atyre që nuk morën pjesë në betejën e Tebukut, kanë qenë 10 prej tyre që kanë dallu prej tjerëve. Thot 7 prej këtyre 10-ve, në mesin e cilëve kanë qenë Abu Lubaba radhiyallahu ta'ala anhu, thot 7 prej tyre e kapën, e lidhen vetin për shtyllat xhamisë. Rruga ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka shkuar në xhami, aty afër xhamisë ka pas shtylla edhe e lidhen vetin për shtyllat të xhamisë. Dhe sa herë që shkoi ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami i shifke. Në herën e parë kur shkoi i pa, tha men haula al-muthaquna anfusuhum bis-sawari, tha kush janë këta që kanë lidh veten kështu për shtyllat. Çka puna tyne? I thanë ja Resulullah, thanë kjo është Abu Lubaba dhe shokët e tij, të cilët nuk kanë marrë pjesë në betejën e Tebukut, edhe janë betu që nuk kena me e çliru veten, s'kena me zgjidh veten derisa ti të shkosh me arsyetu. Me shku me zgjidh dhe me arsyetu. Dhe kjo është çësia aty. E kena përmend Abu Lubaban, ku me një rast tjetër ku ai kujtohet te përballja me jehudit, me fisin Banu Quraidha. Edhe atje ka bënë një veprim të parafort, edhe këtu tash e ka bënë veprimin e njëjtë. Edhe ishin betu që s'kena me zgjidh veten parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve më na zgjidh, edhe më na arsyetu. Cila ishte përgjigjja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? E kapi butësia për shokët e tij, e kapi mëshira për sahabët e tij që i donte shumë se e kishin shkel fenë Allahut azza wa jall. Jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjithë butësinë që ka pas, edhe mëshirën, edhe mirësjelljen, edhe dashurinë për sahabët, kur ka ardhur, kur kanë pyetje feja Allahut azza wa jall, gjitha këto kanë qenë nën fenë Allahut fuqiplot. Nuk ka mëshirë aty ku shkelet feja Allahut azza wa jall. Nuk ka butësi edhe te kalim aty ku shkelet feja Allahut azza wa jall. Edhe çka i tha? Tha wa ana uqsimu billahi la utliquhum. Tha çëshën betu ata në Allahun, edhe unë po betona në Allahun se s'kam i zgjidh. Wala a'dhuruhum hatta yakuna Allahu huwa alladhi yutliquhum. Tha as nuk kam i arsyetu derisa vetë Allah azza wa jall është ai që i zgjidh. Raghibu anni wa takhallafu an al-ghazwi ma'a al-muslimin. Tha ata më refuzun mu, edhe nuk do thot e refuzun pjesëmarrjen në luftë së bashku me muslimanët, refuzun pjesëmarrjen në betejat e muslimanëve, në peripecitë e muslimanëve, edhe me gjithë ato po dojnë tash me shku mi mshiru, mi arsyetu, do më thënë, kjo është trajtimi gabuar pasaj. Kur po metet dallimi mes atyre që erdhen morën pjesë në betejë, bën gjithë ato sakrifica, edhe këta të cilët qëndruan në Medinë, në rehati, në përhije, në për begati, duhet me pas dallim pak në trajtim. Nuk është i njëjtë trajtimi. Edhe kur ju arritën fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam aty në mbeshje Abu Lubabës së shokëve të tina, thanë wa nahnu billahi la nutliqu anfusana hatta yakuna Allahu huwa alladhi yutliquna. Ana than pasha Allahun nuk kena me zgjidh veten derisa të jetë Allahu ai që na zgjidh. Do thot këta tash këtu e kishin bë gabimin e tënve, e bënën këtë veprim, po me gjithë ata
e tregon një lloj sinqeriteti në veprimin e tyre. Sa që se ka sinqerisht, ai çka thot? Po hajtë se më nuk që për në alëshon pejgamberi s.a.s. me ishëm arsyetu të musliman, po nejse hajtë se pëlqojnë a vetën pusgidhë. Jo. Thonë kena menajt që tu deri se Allahu Azza wa Jall të na arsyeton. Edhe pastaj thot zbritën ajetet ma vonë ku Allah Azza wa Jall thot wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alayhim inna Allaha ghafurur rahim. Ka të tjerë të cilët i pranun mëkatet e tënve, i pranun gabimet e tënve, edhe kishin përzi punë të mira dhe të këqija. Shpresojmë që Allahu ka me i falë, dhe mja u pranu pendimin, me të vërtet Allahu është Ghafur edhe Rahim. Dhe thot, në këtë ajet Allah Azza wa Jall e përmeni këtë kategori, këta 7 persona, të cilët e pranun gabimin që e kanë bo. I'tarafu bi dhunubihim. Edhe këto manën mend do thot vllazni, kjo është hapi i parë drejt pendimit. Hapi i parë, me pranu që je gabim, me pranu që ki bo mëkat para Allahut Azza wa Jall. Pastaj vin tjera. Ama momentin që ti halas e pranon që je gabim, s'ka mundësi mu pendu, s'ka mundësi mu përmirësu. Është me pranu që je gabim. E pastaj me vazhdu rrugën matutje. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, bonën punë të mira atë këqija. Do thot, i kishin veprat e përzime, asa Allahu an yatuba alehim. Ibn Abbas i thot, çdo ku vjen asa e lidhur do thot me emrin e Allahut, atëherë kjo nën kupton domosdoshmëri ose patjetërsueshmëri. Që jo shpresojmë që Allahu do t'i falë në atë aspektin që pala ndodh apo s'ndodh, po kjo është e patjetërsueshme. Patjetër Allahu ka mi fal ata. Edhe kur zbritën këto ajete, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çoi dikon, edhe i tha që mi zgjidh këta persona, edhe i arsyetoi, dhe ato tash për me dëshmua matutje sinqeritetin e tënve që ishte, do thot, me të vërtet vllazni këto sa në për më marr mësim nuk janë veç historik kështu haj. Amo merrni mësim pe këtynve. Kur don ti mu pendu te Allah Azza wa Jall për diçka që ke bë, ndiqi hapat e bulubabës e shokëve tina. Domethënë një herë mas ju ardh pendimi çka banën, erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i than, ja Rasulullah, thën çe pasurin ton. Ç'kjo është pasuria jon? Merre edhe jepe sadaka ku ti mendon. Edhe kërko falje te Allahu për neve. Thot, robi që është i sinqert, ai e çon pendimin e tij deri në fund. Ai don me tregu sinqerisht që për një mëon jam kum gabu, për një më jam pendu. Sigur ata të tjerë që kanë përmend, para se me shkon te Buk, ja nisën me kajtë, tani ai tjetri u çon në gjysnatë, si arabun e s'kom diçka tjetër çka më bë vetë çto. Do thot, e dëshmon për mes sinqeritetin e tyre. E ai që s'është që nuk e ka për mes sinqerisht, ai te në gjys rrugës shkon, ditën e mirë shqyr që Allah Azza wa Jall na shliroje tash vazhdoje jetën si më herët. Jo, erdhen, thonë çtojnë pasuritë tona, merr jepi sadaka ku don ti. Edhe bën istighfar për neve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, unë thanë nuk më ka ardhur urdhresat që m'ja u marr pasurinë e juaj. Atëherë zbriti Allah Azza wa Jall ajetin kuranor, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alehim. Merr pe pasurisë tënve sadaka me cilën do t'i pastrosh edhe do t'i dëlirësh edhe bën istighfar për ta. Inna salataka sakanun lahum, duaja jote për ta është qetësim. Wallahu samiun alim, Allahu është sami' që dëgjon çdo gjë edhe alim që din çdo gjë. Do thot, ja u pranoj sadakan e tënve. Ju tha merr ju sadakatënve, që me i pastru. Kur bën, do të më marr këto mësim. Kur të bën mëkat, edhe pendohesh, mos e la me çaç. Mos e la me çaç. Ku mboj istighfar u kry, 100 herë, 1000 herë u kry. Jo. Tregoja edhe reflektohet çaj pendimi jot edhe në gjëra të tjera, në pasurinë tënde. Kap merr jep sadaka. Kjo është suneti i muslimanëve. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj e pranoi sadakan e tyre e filloi me bë istighfar për ta. Për atyre 10 i përmendum 7.
janë edhe 3 persona të cilët nuk veprun si kur gjithë. Me shku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me takuar, mi thënë, ja Rasulullah, unë më koni smut. I smut, Allahu të falë, hec. Ja Rasulullah, unë kena pas një problem në shtëpi. Problem në shtëpia, hajt hec. Ja, veç 10 persona se kanë bërë këtë punë. Ata 7 i përmendëm. Tash janë edhe 3 tjerë. Mesin e këtyre ka qenë Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. E Ka'b ibn Maliku, Allahu është përbleft, edhe Allahu qoftë i kënaqur me ta. Allahu është përbleft që na ka transmetuar pastaj ç't ngjarje me gojën e tij. Edhe u bë, do të thot, argument ndaj vetvetes, edhe u bë argument për musliman deri në ditën e Kiametit. Edhe tregon në një hadith të gjatë, Ka'bi e-Rafin në gjithë ç't ngjarje. Thot lem etakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Tash ngone ç't para hyrjen që bën Ka'bi, se është shumë e rëndësishme për ma vonë me kuptu një realitet. Thot, nuk kom qëndru mbrapa në asnjë betejë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në gjitha betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku marr pjesë përveç në betejën e Bedrit, sepse aty do thot nuk ka qenë natyra që as nuk e kena ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më bë betejë. Mirë po, ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me u përballë me karavanin e Sufjanit, po tani mas ne çështu janë zhvilluar ngjarjet, ka punë deri te betejë e Bedrit. Edhe Allah azza wa jall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon nuk e kanë çortuar pse s'ka marr pjesë në betejën e Bedrit. Do thot, e pas Bedrit në gjitha betejat ka marr pjesë. Me jahudit që ka marr, që ka pas probleme, me betejën e Uhudit, me betejën e Khandekut, me betejë të tjera deri më tash. E thot, pastaj një sen tjetër, thot, unë thot ku marr pjesë në natën e Akabes. Në natën e Akabes, kur është bë lidhja për Islam. U dhën besa për Islam. Thot, wa ma uhibbu ana li biha mashhad Badrin, wa in kanat Badrun adhkara fi an-nas minha. Thot, në natën e Akabes nuk ndroj kur me betejën e Bedrit. Edhe pse betejë e Bedrit është më e famshme ndër njerëz. Kur bëhet muhabeti, betejë e Bedrit përmendet shumë, edhe dihet në histori. Mirë, nata e Akabes ka pas rëndësi shumë më të madhe se betejë e Bedrit. Për shkak se aty u bë beslidhja për Islam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam muslimanët Mekë janë kënd dopt shumë. U bë që kjo nata e Akabes, u bë që kjo beslidhje, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë me musliman, edhe u forcun. Çato ka pas rëndësi të madhe. Pa u bë që kjo nata e Akabes, s'kishar puna as deri te kush? Betejë e Bedrit. Nata e Akabes ka pas rëndësi të madhe. Pra jemi të fol për një njeri që ka qenë pjesëmarrës në Aqaba, edhe ka qenë pjesëmarrës në gjitha betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për çet njeri jemi të fol. Edhe kaderi që ky, çu tregon edhe vet tash, mos më marr pjesë në betejën e Tebukut. A thot, unë e di thot shumë mirë që asnjëherë nuk më ka ndodhur në jetën time, më kon materialisht më mirë se sa në ditët e betejës së Bedrit. Thot, kurse më ka ndodhur mi pas 2 deve, mi posedu 2 deve. E në qatë kohë thot i kom posedu 2 deve. Edhe punët në shtëpi i ka pas krejta në rregull. As probleme materiale, as probleme financiare, as probleme familjare, as shëndetësore, as kur gjë hiç. Thot, nuk kom pas kur far arsyetimi. Thot, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bani thirrjen për me shkun me marr pjesë në betejën e Tebukut, muslimanët të gjithë u tubun, edhe ju bashkangjitën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thotu në bashkë në qatë kohë i kum pas 2 deve, e të kjo 2 deve po du më nalë pak, se qërë Allah azza wa jall që shë ka qurë rizikun Ka'b ibn Malikut. Do të me kuptu edhe këtë mesazh, do të thotë kur se çdo sen që ndodh për rreth teje nuk është e rastësishme.
Nuk është e rastësishme. Vjen dikush te dera troket nder të lyp diçka. Mos mendoj që është e rastësishme. Vjen dikush jetë rrugës e takon dikon me një hall. Mos mendoj që është e rastësishme. Ta shkruan dikush një mesazh për një hall të vetin. Mos mendoj që është e rastësishme. Se kjo është krijimi i Allahut Azza wa Jall. Çdo sen funksionon në mënyrë me harmoninë më të plotë. Çdo sen shkon në përputhje. Edhe këtë ja kishu Allahu Azza wa Jall bashkë në çet kohë dy deve. Mos me pas më arsyetim me thënë s'kum pas me çka me shku. Edhe kur vjen sasia e rrezikut, mendoj që ka më tarë një sprovë ndoshta. Përgatitur për diçka. Edhe ndoshta të ndodh shtohet sasia e rrezikut, edhe mas do ditë të vjen një lyps diçka ose një hallëxhi ose një dikush, aty thotë ja s'kam do probleme, i kam do plane unë. Apo unë që çot rrezikun Allah subhanahu wa taala ta ka çuar për luksin e dunjasa? Jo, ta ka çuar bashkë me të sprovu. Sikurse rasti atyre që ka përmendur pejgamberi sa në hadith, ai don që u kon e ka pasur zgjebën, aty që u kon i verbër, aty që u kon çelos. Edhe Allah azza wa jalla ja u largoi këtë sprova, i furnizoi me pasuri, tani mas do kohë i sprovoi. Secillit ja u çoi ka një njeri që ju përshtat këtë gjendjen që ka pas më herë. E dy dështu në sprovë, një e kaloi sprovën se tha, mora tha unë më kon gjendjen si tonë. Më kon i verbër, ju më kon i varfër, edhe deshti Allah azza wa jalla më begatoi. Edhe këti Allahu fuqiplot, çka? Ja vazhdoi begatit. Atyve dy tjerëve ja u kthej smundjet edhe varfrinë që kishin pas. Do thotë, kur mos e parashto mundsinë që po ndodh diçka rastësisht. E Kabi ibn Maliku tregon thotë bash para betejës unë pata bë dy deve. Bani thirrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishin thotë ditë të vështira, ditë nxehti, edhe do thotë toka e betejës ishte largët, armiqt ishin shumë. Mirë, po për faktin që tash shumë ju përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mira njerëz, disa e llogaritën këto si komoditet, se thonë që shqyr tash këtë grumbullin e madh smirat vesh kush shkojti në betejë, kush nuk shkojti. Ku i bjen mend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ka'b ibn Malikun, a ka marr pjesë as ka marr pjesë, ose filani ose fisteku. Smirat vesh, llog bëhet, smirat vesh, s'po shkoj. Kjo është pjesë e sprovës. Dhe gjatë që saj kohë, thot Kabi ibn Maliku, në Medinë e patar një kohë komoditeti, se që atëherë nisën pemt me lulëzu, realisht nisën mu pjek frutat, edhe hija, do thot, ish kohë pranverore duket se ka qenë, flad, edhe kjo e shtoj dozën e sprovës, se duke me lënë një luks, një komoditet, për me shku me marë pjesë në betej. E thot Kabi ibn Maliku radhiyallahu ta'ala anhu, thot i pash musliman, i shisha musliman t'ju përgadit. A thot një ditë edhe unë thot dola për shtëpis, edhe me marr mu përgadit për betej. Me ble harxhe, me ble ushqim e tjera. Ama thot u kthesha në shtëpi, kur gjë pa përgadit kur gjë hiç. Dili jashtë, në qytet, angazhohu me punë tjera, dekoncentrohu, u kthesha në shtëpi, apet s'kum bë kur gjë hiç. Kum dal më përgadit, u kthesha në shtëpi i pa përgatitur. Edhe thesha vetë me veti, ana qadirun aleh. Atse ka kohë mund më përgatit. Ditë mas dite, thot, erdhi koha, dita kur ushtria muslimanëve do thot veç po dojnë munis. E thash vetë me veti, hajtë se përgatitja mas një ditë, dy taman edhe i kom devët e shpejta, i nxo gjatë rrugës. Thot, ditët në vijim, apet që shtu do vëhën i pa koncentruar, kalun ditët, e mu merdi, thot, mas do ditë e lajme që pejgamberi s.a.s. veç kam rrinë të buk. A thot, qatë ditë, thot, e ndiva një farë në ngushtimi, që ka u bod, do vëhën sa ditë kalun, si më përgatit kur gjohit zbona. Edhe, qka, më shkoj menja, po nisë në sot. Sot po nisë në, ku të më rrinë, në është ta i më rridiku. Në është ta i më rri atë në betej. Thot, volejte një falt. A më mjerë, thët, për mu, për mu qësh zveprova që ashtu.
Lejteni fa'alt, qësh si a bana qashtu. Ama thot, e lash. Hajtë se e bëj. Këto e mësime, vllazni, për muslimanin, kur t'i vjen shansi me kontribu në fejnë e Allahut azza wa jall, kur s'ban me thënë hajtë se nesër, hajtë se ma vonë, se t'ikën shansi. Vjen dikush tjetër në vend tëndin e kryen qatë punë. Vjen dikush tjetër në vend tëndin kontribon për qatë projekt. E çon projektin deri në fund. Ati valla po unë se kum ditu në kum deshtën. Walau aradu al-khuruj la a'addu lahu 'uddatan. Sikur të kishin dashur për një me dal, me marr pjesë, ishin përgatit bile. Ishin përgatit. Mas ne skor tim. Valla po dha unë kum desht, po çes ki desht, kishe ardh. Si e do. Nuk i kontribu. Çashtu është domethënë gjendja e Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu. Se kur të kishe desht, ishe nis qatë dit. Kur të ka shku menja, hajtë se në është a i nëza, ka për deve në nisu vla. Ama, thot lejtë e një fa'alt. Thot sikur, bele qatë dit të isha nis. Dhe, thot, sani thot që mas shumë të më piklojke, ajo që e përmendëm pak më herët, thot kur dilsha rrugëve të Medinës, nuk umbike synit e në njeri i khajrit. Thot veç munafika. Njerëz munafika. Edhe do vëna ata dobtit të cilët s'kan mujt me marrë pjesë. Një dit, me gishta. Ama që ke marrona që unë kom mujt me marrë pjesë, po komet. E me kën po krahaso është tash. Kushën ata që kanë met, edhe pse kanë mujt me marrë pjesë, munafikat. Do thot, në aspektin e jashtëm, nuk dali shpej rrethit të munafikëve në kësi rasti. Edhe ki vullën e munafikëve në kësi rasti. Dhe, thot, Ka'b ibn Maliku, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, s'm pat përmend, deri, thot, sa kam rrinë në Tebuk. Mas nena, thot, më patë në tregu disa tjerë, që, kur kam rrinë në Tebuk, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kish pyet do, ka thënë, ma fa'ale Ka'b ibn Malik? Që ka bo Ka'b ibn Maliku? Ka është që sa ditë se kum pa. Ka qenë shqetësimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e që kjo ja shton më shumë atë pikëllimin e Ka'b ibn Malikut. Pa mendoj pejgamberi kur ka shku atje, ju ka kujtu për gjendjen e tij. Ku është? Pse s'ka ardhur? Kjo ja ka shtu edhe më shumë pikëllimin. E thot aty në muhabet një person nga fisi Banu Salama i kishte ja Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharuhu fi itfayhi. O i dërguari i Allahut, leja ato se e ka angazhua dhe e ka lënë mrapa teshat e tina dhe gjybët që i ka ble. Edhe aty ka reagu Muadh ibn Jabali radhiyallahu ta'ala anhu, i ka thënë bi'sa ma qult, po fjalë të këqija po fol. Ka thënë wallahi ya Rasulullah, ma alimna alayhi illa khaira. O i dërguari i Allahut, pasha Allahun, na atë njëri njohim veç për hajr. Kjo është domethënë qasja e duhur e muslimanit. Thënë kur dikush në t'jashtëmën e tij është njëri i hajrit, që aty do të munal. Thënë ai pari që ka foli, që ato në transmetime s'përmenet emri kush u kon ky që ka fol, sepse ka fol fjalë që s'folën. Që ato Muadhi ka reaguar, ka thënë bi'sa ma qult, po fjalë të këqija që folën. Për një njeri i cili e njohim veç për hajr. Pale çka ka pas arsye ti. Kjo do të thënë do të më qenë qasja e muslimanit me arsyetu tjetrit. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me që ka do të thënë e nali muhabetin e nuk vazhdojmë atutje. E thot masnej thot kur merdhen tash fillon ajo far me çut jo depresioni, por fillon ajo far gjendja më e madhe e pikëllimit të Ka'bit, edhe sprova reale e Ka'bit. Thot merdhen fjalë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nisë më kthy pej Tebukut. Ndë këtu Ka'bi ka pas shpresë. Tash më këtu i hupi shpresa. Se pejgamberi u kry projekti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kthehet pej Tebukut. A thot çati i thot hadarani hammi wa tafiqtu atadhakkaru al-kadhib. Çatëherë janë nisi më kop, domethënë brenga
Edhe nisa me menu se çka do t'i thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja nisën më hynë për krye fjalë që s'ka marrë veç në rrafshën e sen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thosha vetë me veti bima akhruju min sakhatihi ghadan. Nëse kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çfarë arsyetimi muj me dal dyqysh pej zemrimit të tij. Ka qenë jeta sahabët kanë pas gale, do të thënë trajtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shitënve. A është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kënaqur me ta apo i zemëruar me ta? Se ky ka qenë Rasulullah, ai që ja ka përcjell njerëzve shpalljen e Allahut azza wa jalla. Çka më bën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i zemëruar me mua? Që aty ka kap do thotë brenga Ka'b ibn Malikun radhiyallahu ta'ala anhu, saqë ka shku te kantarët e shtëpisë, mu konsultu me ta, do thënë me gratë e tina, çysh më apo çka më thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash kur vjen. Edhe sot kur merr lajmi, më tha dikush që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ko ka afru shumë, mas do ditë do thotë ju ka afru Medinës shumë, e thotë çatëherë thotë ja kputa rrajt batilit, thënë të keqës. E thotë që ty vendosa se kuptova që unë kam ik pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka do nëse e gënjej nuk muj mi ik. Andaj thotë vendosa në çat moment që me tregu të vërtetë. U kallzoi i sinqert. E thotë ja nisa do të thënë me tubu ato fuqitë e brendshme që kur dal para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka më thon. E ky realitet vllazni është realitet edhe në jetën tonë. Në jetën tonë përditshme. Ka një herë neve mundet më në kap gajlja se çka kam i thon babës, çka kam i thon nanës, çka kam i thon gruas, çka kam i thon fëmijëve. Edhe a nis njërin në vetin ashta bën monolog, nëse më thot kështu ku je kon, ti thon dal me dëshok, se i kena pas një çka më thon një takim. Zot e ka breng para babës e nonës se çka më thon. Edhe Ka'b ibn Maliku që të breng e kish çka më thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe duke ditë faktin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse njëri i zbret shpallja, thos guxoj me rrajt. E tash paramendo çka kimi thon Allahu azza wa jall kurse ai ka më të pyet për çdo detaj. Edhe për ato mrana çka i ki që njerëzit nuk t'i shohin. Edhe për ato mrana kur ki mendu veç mendim ki pas të keq për dikon. Edhe për çato ka më të pyet Allahu azza wa jall. Edhe aty s'munësh me lut se ai ta din komplet idetë tua, mendimet e tua, çka sillet në zemrën tënde, çush funksionon çdo pjesë e trupit tënd. Aty s'u ikish aty. E nëse njeri i shkret, këtu kallëzohet imani vërtet. Nëse njeri i shkret e ka breng, çka do mi thon babës e nanës e atij tjetrit. Kjo brenga duhet me qenë më e madhe para Allahut azza wa jall. Ç'ky është imani i vërtet. Mos u brengos çka dëshmi thon filanit e pistekit. Brengos çka dëshmi thon Allahut azza wa jall. Edhe çat monolog që ti e bën kur menon për filanin e fistekit, bane kur menon për Allahun azza wa jall. Çka dëshmi thon Allahut azza wa jall në ditën e Kiametit kur thotë o robi jam pse i ki tradhtu musliman? O robi jam pse e ki shkel urdhrin tëm? O robi jam pse me veprimet e tua ki desh me tregu që Allahu s'po di, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon tradhtar, ki bo bidate, kët bidate atë bidat. O robi jam pse ki nejt me filanin? Çka don mi thon? A ki përgjigje? Çka don mi thon? Për çdo detaj. Se na kena gale, domethënë ato shkajnë tash që japin përgjegjësitë e prindit, mos të mshe baba me të nejt me filanin e fistek. Ka njerë edhe pishokve ruhen, mos të mshe filan shoki, të nejt me filanin e fistekin. Që shmërë ki këtë tut pej shokit e pej babas, e se ki prej Allahut azza wa jall. Kurse Allahu azza wa jall ka vendos, kufi, ka vendos ligje, me filanin rrihet, me filanin së rrihet.
Filanit ban mi fol, filanit s'ban mi fol. Filanin duhet me e bojkotu, filanin duhet me e miqësu. Do thënë, ka ligje, ka regula. E që shitut është babas, e shokut e filanit fisnik, dëshmitut ma shumë Allahut Azza wa Jall. Edhe thot Kabi ibn Maliku radiallahu ta'ala anhu, aty vendosa që s'muj me pështu ndryshe veç, duhet me aftën të vërtetën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot u këthy pejgamberi alaihi wasallam, hinin në Medinë, para dite. Dhe të shkojti në xhamin e tij, i fali 2 rekate, edhe pastaj u ul me i taku njerëzit. Edhe me njëherë thot ja nisën me ardh ata çka kishin qëndru, nuk kishin marrë pjesë në Tebuk. Thot, e kanë ndiku për afërsisht 80 vete, që s'kanë marrë pjesë në Tebuk. Ata do thot që ju kanë arsyetu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pranoi ka arsyetimet, çish po thek. Ato që ka thonin me goj, ato ja u pranojke. Edhe të fshehtën e tënve, ja like Allahut Azza wa Jall. Thot, unë thot, shkova dhe unë. E thot, hyna në xhami. Edhe i dhash selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salam thot, unë buzqeshi me buzqeshjen e të zemruar. Ka dhe buzqeshje për knatësis, ama ka buzqeshje për zemrimi. Dikush, të vonë, ajo njihet në fytyrë. Apo dikush është. Do thënë, buzqeshje e të zemruar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pa ban ta'al. Hajde këtu. E thot, shkova i ula përpara, edhe me njëherë më pyti ma khallafak. Çka të shtyni që munal? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Ase pa të ble ma herët devën për me marë pjesë? Tash ja Rasulullah. O i dërguari Allah. Inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli ad-dunya la ra'aytu anni sa'khruju min sakhatihi bi'udhr. Pasha Allah. Sikur të shakon para dikujt tjetër pe krijesave. Tha jam i sigurt që kisha shpëtu pe zemrimit ti me naj arsye çfarë do. Sepse thot Allah Azza wa Jalla më ka dhënë oratorinë të folur. Ama thot pasha Allahun sot nuk mundem ty kur gjo më thënë vetë se të vërtetën. Thët, nëse sot du në ty të thëmë në gënjeshtër, një diçka të pavërtet, me cilën ti ndoshta pajtohësh, edhe mbyll dhe thët këtë muhabet, thët, unë frigona që masni Allah Azza wa Jall ka më të zemru ty karshimeje. Frigona që Allah Azza wa Jall ka më të zemru ty karshimeje. E thët, nëse ta thëmë të vërtetën, atëherë ka mundësi ti më zemrohesh, ka mundësi ti hidhrohesh me mu. Ama thot, unë e shpresoj falën prej Allah. Kjo ishtë qase Kabi ibn Malik. Wala wallahi, ma kana li min udhr. Tha pasha Allahun, s'kum pas kur far arsyeti, kur far justifikimi. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu ank. Tha pasha Allahun, asnjëherë s'm kon më i fort ekonomikisht edhe fizikisht, e as si kum pas punë të ma lehtë se sa në ditën kur s'kum ardhur. Kjo është e vërtetë. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve, fa amma hadha faqad sadaq. Pastaj për këtë çti, ta ky e ka thënë vërtetën. Ai tha faqum hatta yaqdi Allahu fik. Të çupi këtu derisa Allah azza jall të gjykon për ty. Kjo është një deri tash ardhen njerëzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ty i thon çka? Unë e kum pasur të arsyetim, jo një borxh, një diçka, arsyetimet kota. E ky ja thot vërtetën, do të thotë pa arsyetime. Apo sa mi tha shko, ose për ty s'di çka bëj, gjykon Allahu se çka duhet me bë me njerëzit sikur se ti. E thot kur u çova pe aty, ty u largu, thot mulshun për mas disa antar
njerëz të fisit Banu Selime, do në fisit vet. Ai nisën të më thënë: "Wallahi ma alimnaka kunta adhnabta dhanban qabla hadha qat." Thon o Kab, nuk dina kur që ti ke bën në far sanit të keq, në far mëkate të madh, diçka në punë të mrapsht. Sa pse nuk ju arsyetove pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me diçka sikur të ju arsyeton të tjerë. Nashta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tani kish bëj istighfar për ty edhe kish mjaftu që ky istighfari Allah azza wa jall ta kish fal këtë gënjeshtër. Kabi ibn Maliku këtu do thot e refuzoi këtë. E refuzoi. Edhe ky është një mësim do thot për çdo musliman që mos me nënvlerësu mëkatin. Mos me nënvlerësu mëkatin. Mos me menu njeri që hajtë bese unë që tash përboj qëta, ty e ditë që është gabim, me plot kontrolin mbi vetën time, përboj, se tani mas nena boj istighfare, Allah më fale. Kush për të jep ty që të garantë që Allah zë gjellë ka më të falë mas nej, ty e ditë që e ty bë gabim, qëllimisht edhe kërkush së për të shtirë me zonë. Kush për të jep ty garancë që mas nej ka më dhënë Allah azza wa jall ymer që ti më bëj istighfar. Apo kam ja leju zemrës tonë dhe më kthy mbrapa edhe më u pendu. Sa njeri ka thënë kështu. Sa njeri menon nashta thot, aq se kur dal në penzion çatëherë ja nisi më fal. Kur dal në penzion ja nisi me praktiku sunetin. Kur dal në penzion e lëshoj mjekin. Kur dal në penzion bëna musliman çu duhet, selefi, bëna largona pi bidatëve. Kush po ta jep ty atë garancë? Fillimisht që e zemra jote, pala mundet më këthy. Andaj, që kjo është momenti kur ti duhesh me rujt vetën. E që kjo është momenti për Kabi ibn Maliku. E thot Kabi ibn Maliku, thot, qatë shumë më lytën mrapa, sa që thot janisat t'ju hamend në veti që më shku më këthy, prapë mi thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja bese e këm pas një arsye ti. Edhe, thash vetë me veti, a thu, a është dhe dikush qështu si une? Edhe i pyta tjerë, thash, a ka një kush qështu si une? Më thanë po. Kush është? Tha një në 2 persona tjerë qështu si ti. Kanë orë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë s'kena kur fa arsyetimi. Edhe ju ka thënë çështu sikur ç'është ka thënë ty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë atyre. E i thash, kush janë këta dy? Më thanë Murara ibn Rabi' al-Amiri edhe Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Murara ibn Rabi' edhe Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Edhe thot i përmenën 2 persona të hajrit, 2 burra të mirë, të cilët thotun e disha që kanë marrë pjesë në Bedër. E thot kur kuptova që është fjala për çdo 2, atëherë thot e lash që këta me i pas shëmbëltyr për vetën tëme. Çka kanë bërë këta? Kanë shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thënë s'kena arsye tim. Çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Shkonin në shtëpi tyje. Këta kanë shkuar në shtëpi edhe çkaç. E thot unë e pendjeki që të shëmbëltyr. Kjo është mençuria e besimtarit. Që kur të ki selef para teje, ki njerëz shëmbëltyr para teje që i kanë esë një rrugës, s'ke nevojë beti mu bo ma i meqëm me dal me diçka të re, jo. Ndiqe, a ka mrija i do më thënë aty ku duhet, po. Pse po dhvim të një rrugë tjetër? Ndiqe. Që dy kanë qenë njerëz të Bedrit, njerëz që kanë marrë pjesë në Bedr. Edhe tash Kabi ibn Maliku, me gjitha ato që i përmendëm në fillim, ka marrë pjesë në gjitha beteja, të kanë pej njerëzve të Akabes, edhe këta 2 kanë marrë pjesë në Bedr, njerëz të hajrit, që për njerëz të Bedrit, Allah azza wa jall çka ka thënë? Ka thënë bëni çka të doni se këtë ja u kum fal. Megjithse ishin të këtill, burra të mëdhaj, kolos. A ju mjaftoi ti që kjo që me kalu këtë sprovlet? Me thënë qëni se këta janë njerëz të Bedrit, Kabi ibn Maliku ka marrë pjesë në Akabe, tjera. A ju mjaftoi ti që kjo që me shpëtu? Jo. Jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot Kabi,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju tha muslimanëve që kërkush mos të gabon me u fol çtën e trave. Të tretë janë të leçitën. Janë të bojkotuar. S'ka me u fol, s'ka me nejt me ta, kur gjë hiç. Pra, jo që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani, po edhe tjerëve ja u bani obligim gjithë muslimanëve në Medinë, tha çtën e trave, s'ka me u fol as kur gjë hiç. E thot Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, thot njerëzit ndryshun karshineve, si kurse mos më paskon kur vlezrit tanë. Thot, si kur më bot toka diçka tjetër, si kur mos më kon kjo Medinja a Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, si kur mos më kon ato shtëpit tona, si kur se mos më kon xhamia jon ku na fal gjithë. E thot, kështu thot qëndruam 50 ditë radhasi. Ky bojkot zgjati 50 ditë radhasi. Andaj, nëse dikush në ditë sotit, ose mas këtënve, është në pozitën e këtënve, që ka marrë pjesë në përbeteja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka marrë pjesë në Bedr e në Uhud, ka marrë pjesë në Aqaba, edhe del sot thot mos u bojkoto për diçka të fesë, ati do të më thënë Ka'b ibn Maliku s'ka mujt me thënë këtë fjalë. Ka'b ibn Maliku me gjitha ato që i ka pas, s'ka pas imunitet të shpëtoj nga ky bojkot. Kush punët me dalë dikush tjetër që është më i mirë se këta, e me thënë, valla, mo po më hinë hak pse më kanë bojkotu. Mo po më hinë hak që s'po më folin e tjera, për shkak të fesë. Jo për sa në dynjas, si sa në palidhe të dynjas, për shkak të fesë. Edhe kjo është një mësim, dhe thot një rregull që kanë përmend dietarët se bojkoti kur është për shkak të fesë, lejohet mos zgjata më shumë se 3 ditë. Se normal, për sa në dynjas, nëse ngatrohen dy persona, më shumë se 3 ditë zguxojnë me majt bojkot. Kur kalojnë 3 ditë, duhet mu kthy. Nëse s'kthehen, vazhdimisht bëjnë mëkat. Përveç për sa në të fesë. Për sa në të fesë, ban mu bojkotu njëri deri në ndekje. Dhe në momentin kur tërhiqet nga ajo që ka bërë. Edhe dëshmon tërheqjen e tij. Atëherë ngritet bojkoti. Po çu të njëjtën keni bojkotuar, të njëjtën bojkoton. Abdullah ibn Omer radhiyallahu ta'ala anhu e ka bojkotuar birin e vet të njëjtën për një fjalë që e ka thënë. Thot Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, thot për shkak të kësaj gjendjes, ata dy shokët e mi thot tjertë, Murara edhe Hilali radhiyallahu ta'ala anhuma, thot shkunë u mshelën në shtëpi. U mshelën në shtëpi, edhe thot i kapi vaj, i kapi mërzia, edhe çka ishin. Ndërsa thot unë jam kon i ri në mosh, i fort, i fuqishëm me trup, edhe thot shkojsha merrsha pjesë në namaz me xhamat në xhami me musliman, shkojsha në për tregje, domethënë u sillsha në për rrugë, gjithë kryesha punë në për qytet, edhe pse thot s'u folke kërkush. Kërkush ishte s'u folke. Kjo është një mësim tjetër, që muslimani që e ka për hir të Allahut azza wa jall, kur e bojkoton shoqëria islame, ai nuk e lëshon dinin e Allahut fuqiplot. Ai dëshmon Allahut azza wa jall që unë megjithse është kjo gjendje, unë kam e vazhdu sunetin, unë kam e vazhdu dinin, kam e vazhdu namazin, si kurse Ka'b ibn Malik. Pa më nëti do më thënë shkon në xhami 5 herë në ditë, edhe hynë saf, edhe komplet ata që ka e në ty nuk të folë kërkush. As-selamin s'ta kthej. Edhe ajo që ka është marën se kaq, thot Ka'b ibn Maliku, thot i shkojsha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afër, edhe i jepsha selam. A thot tani e këqysha vjet dorazi, a pilivrit buzët më kthy selam. Ama nuk ja kthej ke kërkush selam. Do thot pe këtynve pe ngjarjes së Ka'bit mirën
rregullat se çish trajtohet dikush që ka bën një shkelje të tillë enkas bidatxhit. Se dikush ndit sotit, domethënë kur po I përmendëm mësimet se çish trajtohen bidatxhit, ndoshta për llogarisin si ekstremista. Ama bidatxhia bën diçka milion fish më tron se sa që ka bë Kabi. Kabi as ka bën fak as kur gjë. Vetë se që thënë për mu ka jetë, s'ka shku me marrë pjesë në betejë. Vetë që kaq. Edhe ka qenë burr I madh dhe përmenëm çka ka qenë. Megjithatë është bëj këtu. A bidatxhit ndit sodit, le që janë të poshtër. Le që me bidatët e tërve domethënë bëjnë tyri çfarë fllështine. Po as bagazh të veprave të mira s'kan. E she domethënë nuk është asnjëri që ruhet pe mëkateve. Del në për rrugë, del në për rrjete sociale, ty bo tyri çfarë dresh një hane. A tani del thot, Allah më kanë bë këtu, pse po më thënë bidatxhi. Po me dije që të bë këto. Se ti ki bë krimin më të rënd mas shirku të kufrit. Po edhe me qenë me bagazh të madh bidatxhia, edhe me qenë me mjekër, me sunet, hafëz, ku pe di çka bën, e përhap, ja u mëson tjerëve Kur'anin e tjetja. Momentin që është bidatxhi, ai s'ka imunitet. Nuk ka dikush pe atyre që kanë ditë sodit, që pretendojnë se bëjnë davet, që mundën me ja kalu me gjendjen e tyre, mundën me ja kalu Kabit të shokëve të tij. A ka? A ka një kush sot që jeton e ka marrë pjesë në betejën e Bedrit? S'ka. A ka dikush që ka marrë pjesë qoftë një moment me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? S'ka. Edhe thonë mos fol për filanin se ai a din sa hafozin e nxerr, ai çore çush do këtë tamam sipas sunetit. Po mire bidatin e tij pse pe ban? Pse pe ban bidatin? Ku pe gjanat atë justifikim me apo bidatin, ku pe gjanat justifikim me kundërshtu sahabët, me kundërshtu dinin e Allahut azza wa jall, me kundërshtu sunetin, me kundërshtu fjalët e drejtë për drejtat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A çka vogël po doket? Ai çka dolet veprojnë në tokën e Allahut, ai është e bë për një fe tjetër. Nëse është të predikon një bidat, ai është të predikon një fe tjetër. S'është të predikoj Islamin e sunetin. Ai është të predikon një fe tjetër. Edhe çka do që bën masnena bagazhit I veprave, të ibadetit e tjera, atë shkojnë për hir të çasaj feje që është të predikuar. Ama jo për fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo le të jetë e qartë e musliman. Edhe do thot shikoj gjendjen e Kabit ibn Malikut. Po hyn në xhami, edhe po afrohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thotë selam aleikum. Ja Rasulullah. A pja mësëm s'pja këthen. Po mënohet me këqyr, a pi livrit nështë a vetë me veti, bile me s'po ma këthen. S'ka heq. E thot, mas ne e thot, u falë që afer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këqyr shatinza, po më këqyr ajo. Thot, kur isha unë t'ju falë këne, e kuptojsha që pja mësëm po më këqyr. Kur e kërysha u këthesha kaj, thot pja mësëm me heq kokën, nësë më këqyr. Pa më shfat trajtimi pe kujt, pe personi që don mas shumti, pe personi që ti në gjendje me dhon baba non, me dhon jetën, me dhon pasurinë, me dhon fëmijët, me dhon gruan, gjithë me I dhon. Që don mas shumti, dhe ai as synin s'po ta lëshon. As selamin s'po ta kthe. Edhe ta kenë parasysh gjithë ata që merren me bidate. Gjithë ata që I kundërshtojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, I tradhtojnë musliman. Me gjitha llojet e tradhtimit. Elshojnë vendin e muslimanëve. Shkojnë për interesat dunjas në për vende veç për me mush dunjan e tij, duke e kundërshtuar ligjin e Allahut azza wa jall. Le ta kenë parasysh që mos lypin hise para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas ne le ta kenë parasysh se çka do të më vepru muslimanët me ta. Se kjo është tradhti. Ajo që ka bë Kabi ibn Maliku ka qenë e vogël shumë. Ata që po bëjnë sot është e madhe shumë. Ndaj le ta kenë parasysh këtë trajtim. E thot Kabi ibn Maliku radiallahu ta'ala anhu, kur më bo shumë, më zgatën shumë, se këta se kanë ditë sa ditë dojnë me najtë qështu. Si pas Kabi ibn Malikut, në ditë e para, se ka ditë sa ka me zgatë kjo gjendje, në ashtë të njëtën. Edhe mas do dite kur kanë kalu, thot,
kur më bo shumë, shkova thot te Ebu Qatada radiallahu ta'ala anhu, të cilin thotë kom pas djaltagjës e kom desh të shumë. Ebu Qatada djaltagjës. Kom desh të shumë, e thotë ka përceva murin, hinë në abortina, edhe i dhash selam, thotë s'ma kthejti selam. Edhe i afrova i thasho Ebu Qatada, po të bëj bejnë Allahun azza wa jall. Ti e din shumë mirë që unë e du shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Allahun azza wa jall. A thot ai, çile gurgoj. Kur gjëhit s'po ma kthe. Apet i thash, po të bëj bejnë Allahun, ti e din shumë mirë be që e du në Allahun e pejgamberin e tij. Kur gjëhit s'po kthe. I thash për herën e tretë, herën e tretë thot ma bani Allahu wa rasuluhu a'lam. Veç Allahu i dërguari i tij e din ekipën e me. Ti po na thon neve që na unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, unë e du Allahun azza wa jall, e du fenë e tij. Po ku i ki punt? Për ato i tha Allahu a'lam. Veç Allahu e di çka ke në zemër. Ama punët e tua s'po tregojnë që ti e do. Ai që çot bën bidat natë ditë. Ai që për interes dunjazë, për pak komoditet në shtëpinë e tij, për pak komoditet, për një banesë, për një diçka. Qohet edhe trahton emanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i trahton musliman. Mos vjen ai nesër me thonë unë e du fen, unë e du Allahun azza wa jalla, unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju du muslimanëve. Mos vjen me thonë këto fjalë. Se vepra ati po tregon diçka tjetër. Ai që do, ai do ndryshe. Ai kallzon me vepra që do. Jo veç me gojë du anena me vepra. Ja, nuk ka ashtu. Edhe thot Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, këto fjalë thot më ardhen trona shumë. Edhe më dulën lot. E nisa thot me qa, edhe u ktheva, ka përceva murin. Edhe të hecë rrugëve të Medinës në për treg, thot më afru një tregtar i Shamit. Edhe i shkon të i vetë njerëzit, ku është Ka'b ibn Maliku. Po më vynet Ka'b ibn Maliku, edhe thot njerëzit ja bënën me gisht që qaj që atje është. Edhe më afru, ma dha një letër pej mbretit të Ghassanit. I cili ka qenë krahin e Bizantit, do më thënë e Romakëve. E thot në të letër shkryke, amma ba'du, fa innehu qad balaghani anna sahibaka qad jafak. Në është një mbret, ja ka qenë një letër, pi thot në kanar fjalë që ai shoku jot të ka distancu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka distancu. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضجعة فالحق بنا نواسك. Edhe Allah azza wa jall nuk të ka bë në një tokë që ki më shkatru e ki më hup, edhe tokë ku poshtrohesh, andaj hajde tek ne, na kena më të përkra, na kena më të ngrit. Thot, çështu vin sprovat. Çështu vin sprovat. Kur jenë në raste të tilla, kanë njerë kur muslimanët ndoshta e kanë një qëndrim ndaj teje, ka mundsi njëri mashtrohet. Thot, po çafën e thefshin për këta. Çafën e thefshin. Jo, po sa shokin e kam filan e fisteki filan, këtë çka i numëron pa lejon bidatxhi, njerëz devijum, njerëz. Ama ti po këtë botën e ki vesh musliman si ki. E ki nështë këtë botën, po njerëz të sunetit si ki. E nëse do në ashtu merë këtë botën merë, me çka kanë ta. Ama njerëz të sunetit si ki. E Ka'b ibn Maliku shto di ke mirë. Për ato tha, wa hadha aidan min al-bala, tha, edhe kjo tha është pjesë e provës. E mori atë letër, shkojti në shtëpi, edhe qiti në zjarm, e dhezi. Thot, mas si kalun 40 ditë. Mas 40 dite, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e qojti dikon më më thirë. Kjo ishte më thënë një moment shprese për Ka'b ibn Malikun. Për thirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ardh lajmi që realisht ja çoi domethënë një person, edhe i ardh lajmi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë largohu pe grus. Mos ju afro grus. Edhe Ka'b ibn Maliku, do thotë gjitha këto janë sprov. Kupton vllazërin që njëri kur është në sprov, Allah azza wa jall don me sprovu
Që atë quhet sprov, tonë më të provu, më të këshyr, sa jeti i fort. Edhe s'mjaftojt e ajo e para, që pejgamberi s.a.s. e largojti. S'mjaftojt e dyta që kretë musliman s'pi foli. S'mjaftojt e treta që pejgamberi s'ja kthejke selamin. S'mjaftojt në gjitha këto, edhe ardh lajmi që largohu pe grus tonë. Tash dikush që s'ka mend çaq, mund të më thon, po çka o burr tën kjo, bana këto tash pe grus doni më mda. Edhe në punë private të mia të keni hija. Ama Kabi ibn Maliku, njeriu i devotshëm, i sinqert, që çu do të më kon muslimani, jo më bë më në mall, po ju kështu, ju ashtu, ju po ishni më se. Ja. Fa utallikuha au madha af'al. Fa apo më thoni me dokret me shkurrzu apo çka më bë, se s'e kuptoj mirë. Do thot, ish në gjendje edhe pse tën këtë ditë 40 ditë e bojkotun, pi thënë largohu pe grus, veç a me do çka më bë. Nëse me do grun don, e dëshmoj sinqeritetin tim karshi Allah të zëgjel, pe boja qëta. Jo, i tha, bel i'tazilha wala taqrabha. Jo, tha, veç tha mos ju afro. Do thot në aspektin intim, mos ju afro. Do thot deri këtu i ardh, ajo fal sprova. Tash kjo do më thoni shumë e rëndë se kur muslimani urdhrohet me e da gruan e tij, me shkrurëzu, aty kalzën vesh nisa. Çaj ka bë kufër. Se Islami nuk e prish, domethënë kurorën në këtë formë mes dy bashortëve përveç që kur njëri prej tyre bën kufër. E kjo është edhe më e rëndë për Kabi ibn Malik. Domethënë, tash janë pikpyetje e imanit i tij. A je musliman? Asje. Do thot shumë afër ish rreziku i tij. Se nëse më thënë që me da, atëherë është problem. Edhe Kabi ibn Maliku i tha grus, tha shko tha te familja jote, edhe rrit te këta derisa Allah azza wa jall gjykon për mua. A kjo është. Edhe një herë domethënë ai far dëshmia e Kabi ibn Malikut për imanin e tij. Thot në anën tjetër, gruaja e Hilal ibn Umayjes, njëri prej 3 personave, shkojti te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha ja Rasulullah, tha Hilali është i shtyr në mosh, edhe nuk mundet me i bëj hizmet vetit, andaj a banu në me shku me i bëj hizmet atij. Vështirë hizmet. Përsa mi tha, tha shko, ama tha mos të afrohet në aspektin intim. Vesh hizmet me shku me i bëj, po, ama jo më të afru më shumë. Edhe gruaja vetë ja kalcoi realitetin e Hilalit. Tha innehu wallahi ma bihi min harakatin ila shay. Tha pasha Allahun o i dërguari Allahut. Tha kur gjë nuk është të tërhek ato më. Tha wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yawmihi hadha. Tha prej ditës të parë kur e keni bojkotu, tha deri sot, tha s'është u nol ty kajt. Me 40 ditë. Njëri si ka shku menja, as mi afru grus, as vesh me gjallë, nështë në e buka ka hangër, në të njëse së s'ka kajt. Përsa mi tha, mës të afrohet. S'ka që mu afrua njëri, se veç është ty kajt. Si shkon menja për kur gjohë, do më thënë për knetësit dënjas. Kjo ishtë gjendja e njënit prej të nëve. Edhe thot Kabi ibn Maliku, thot disa pe grave të mia ose pe familjarët të mi, i than shko, pse s'pi thua në njërës pe grave tua, le të shkojnë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe le t'i kërkojnë leje që sigur se gruaja e Hilalit më armë të bëj hizmet ty. Kabi ja kthei tha wallahi la asta'dhinu fiha Rasulullah, pasha Allahun nuk kam guxim me shkum ja kërku këtë sen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe wa ma yudrini ma yaqulu Rasulullah idha sta'dhantuhu fiha wa ana rajulun shab. Unë nuk e di se çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast, duke e ditë që unë jam djalosh i ri, edhe mi kërku leje që më shërbi bashorti. Nëse më thotë një herë jo, mo gazi botës. E thot Kabi ibn Maliku, thot pasi kalun edhe 10 ditë, dhe u plotësun
50 ditë, në 5 ditës kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ndaloi të muslimanët më na fol e fala thot namazin e sabahut edhe pas namazit e sabahut hypan kulum të shtëpisë. Ata janë kënë shtëpia të vonë kështu të shkurta, të vogla, kanë pas terasë tash, jo kulum po terasë, do të hypan në terasën e shtëpisë. Edhe ty najt, ty e kujtu gjendjen, do thot në cilën çfarë gjendi ku marr. A thot momentet kur mu ngushtu shpirtit te i masi. To ka thot do thot mu rrotlu gjitha mbi kokën time. A thot jeta mu bo e rëndë shumë. Çato momente tash para mëna. Ç'kjo është sprova? Ç'kjo është kuptimi i vërtetë i sprovës? Allah azza wa jall sprovon, e ti dësh me kallëzu qëndrueshmërinë tënde, vendosmërinë tënde, që ja Rab, unë ty du, ja Rab, unë du më kënë robi jot, ja Rab, unë pe du xhenetin tënd, ku më gabu falëm, ja Rab, bërën që to e bëj, a i pa njëri kërës me në farë pozit e thot, o be kësha thënë, qëto sen, vesh me pështu për gjësaj. A të takë që ma pejë për gjësaj. Kapi për Maliku të ikën gjitha, e dha çdo sen. Te gruaja vetë më i thanë mos ju afro grus. Edhe kur ju ngushtu gjokësi deri në atë pikë më që ju bë dunjoja e ftohtë. Po çato momente një njeri me kali, thot ty ngoj, hypi për mi kodrën sala. E thot pej atje i thot, e nita ty bërtit. Tash këqyre gjendjen e musliman. Një njeri thot me kali ty ngoj të pej atje ty bërtit, pej slargit, spriti me ardhe një afrungat, pej slargit, ja Ka'b ibn Malik, abshir. O Ka'b ibn Malik, mëjde, pej slargit, ty bërtit. A thot, si i kum një këtë fjalë, mëjde që po më thot dikush për muslimanve, thot, ben njëherë ju më qu, a që tu kalzot dhe më thënë, realiteti i robit vërtet. Nuk shkon me falendëru dikon tjetër mas parë, po falendëron Allahun azza wa jalla. Kur vjen begatia, robi i vërtet do të me falendëru mas parë Allahun azza wa jalla. Me thënë mas parë alhamdulillah. Ju kallëzu njerëzve që është Allahu ai që ma mundsoi të këtë begati. E thot Ka'bi, thot si i kom një këto fjalë abshir, do të jam çu vesh kum ran sejdë më njëherë. Për me falendëru Allahun azza wa jall, thot sepse në atë moment e kuptova që ka ardhur çlirimi. Ka ardhur çlirimi pe kësaj gjendjes. Se një musliman po më thot abshir. E thot e kuptova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kish kallëzu muslimanëve se Allah azza wa jall na ka pranuar neve pendimin. Masi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë kish fal sabahun, ju kish kallëzu muslimanëve që Allahu i ka zbrit këto ajete, edhe ja ka pranuar pendimin Ka'b ibn Malikut edhe shokëve të vet. Edhe thotë ishin çu njerëzit ty dal pe xhamis, ty ardh e në secilën shtëpi të këtyre treve për me ja u çu myshdën. E thot ai që erdhi mua do thot më pruni myshdën, thot më një herë të shkova, ja huazova diku në një partesha, e këto teshat e mia thot që i pata, të reja që i kish pas ble, dhe ti mora, a ja dhash këtina për dhurat. Thash që, se ti e më kisjem myshdën, do më thënë, më të madhe edhe më të gëzushme ndoj herë. Thot Ka'b ibn Maliku, men një herë thot për atyit, që ka bona? Men një herë të maj dashur i njerëzve. Me nda gëzimi. A thot, men një herë u nisat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhami. E disha thot që aty është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ty shku rrugës njerëzit thot grupe që kam takojshin se cilët i më thonë për hajrë te ubeja o Ka'b ibn Malik për hajrë te ubeja. Myshde për te uben. A ki pa në ditë sotit, do më thënë njerëzit atë shumë e kanë hup kuptimin real të dunjas, a ki pa sa urimin e sa mesazhin të qoj për të çfarë feste pa lidhje, për të çfarë senit të lodh dunjas.
E muslimanët që e kanë kuptuar realitetin e dunjas, realitetin e jetës, kanë kuptuar që nuk ka kur fargëzimi nëse raportet e tua me Allahun Azza wa Jall janë të shkëputura. S'ta vën shtëpia, s'ta vën pasunia, s'ta vën fëmijë, s'ta vën gruaja, s'ta vën puna, kur gjohit s'ta vën nëse punë me Allahun Azza wa Jall si ki mirë. Edhe momentin që u rregullojnë raportet e Ka'b ibn Malikut me Allahun Azza wa Jall, njerëzit shkojnë të i thënë për hajr tauban o Ka'b ibn Malik. Ç'kjo është sen për cilën bëhet për hajr. Jo për të lëshfar feste pa lidhje, për të lëshfar eventi pa lidhje. E thot, ty shku, thot, deri sa hinë në xhami. Aty thot, peslakët e pash, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kjo ka qenë moment kritik për Ka'b ibn Malik. 50 ditë sa herë ka hinë në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as syt s'ia kanë shoh. 50 ditë sa herë ka hinë në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur s'ia ka kthy selam. E thot hinë në xhami. Ishin kënë njerëzit për rafti, edhe u qu Talha ibn Ubaidullah, ty ngojt edhe mu afru, ma dha dorën, edhe më përqafi, u shtëngojt i shumë, edhe më tha për hajrë, tauban. Ky thot ish njeri vetëm për muhajgjirve, që u pat shumë më përqafa, thot kur si harroj këto, Talhas, radiallahu ta'ala anhu. Edhe thot, kur ju afrova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dhash selam, e thot, ju shiken fytyrë gëzimi i tij. Se ka qenë karakteristike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë insan i gëzum, fytyra i ka shëndrit. Çdo kush e ka ditë që është i gëzum, i ka shëndrit fytyra. E thot, kur i afrova, e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të buzëqeshur, me fytyrë të ndritur, i gëzuar, edhe i dhash selam, edhe ma kthejt i tha, abshir bi khajri yawmin marra alejke mundu waladetka Tha myshde o Ka'b për ditën më të mirë në jetën tënde prej ditës kur ka lënë nana. Myshde për momentin më të mirë të jetës prej ditës kur ka lënë nana. Apo mendoni që gjatë këtyre 50 ditëve muslimanëve si ka ardhur gjunah Ka'bi, të cilën e kanë ndesht, kanë pas raporte me to. Apo mendoni që vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka dridh zemra për Ka'bin? Pa dyshim që po. Ama asnjëri prej tyre s'ka guxuar me vepru diçka tjetër. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo ka qenë urdhëres hyjnor. Urdhëres. Këta njerëz duhet më bëj këtu. S'ka. Urdhëres hyjnore, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u detyru me vepru një gjë të tillë se është urdhër prej Allahut azza wa jall. Edhe kur ardh, domethënë myshdja u pa në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gëzimi i madh për Ka'bin. Edhe i tha Ka'bi, tha e min indika ya Rasulullah au min indillah? Tha i dërguari i Allahut, kjo myshda është prej teje apo prej Allahut azza wa jall? Tha bel min indillah. Tha jo, tha është prej Allahut fuqiplot. Edhe thot Ka'bi radiallahu ta'ala anhu, me këto fjalë thot e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i shëndris të fytyrat sikurse hana. I shëndris të fytyra sikurse hana 14. Edhe aty thot i ula pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përpara e i thash ja Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tha i dërguari i Allahut, prej taubës tame është që unë komplet pasurinë du me lanë për hir të Allahut të dërguarit tij. Që kjo është realiteti i muslimanit. Që kjo është realiteti i besimtarit. Jo vetëm merr myshdja, merr teubeja, po rrin në shtëpi që tu t'i afrona gruas, ta përqafi gruan. Që kjo është realiteti i besimtarit. Shkojti te njerëzit e dashur, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj këtë pasurinë, domethënë dunjaja për mua, mase Allah azza wa jall ma ka pranuar teuben. Edhe janë nresh raportet me to, po dunjaja për mua sa mbresosht. Pas grua, as fëmija, as para, as kërgjë heq. Vesh me qenë Allah i kënaqur me mua. Më që njeri për çka? Për një shtëpi, për një banesë, për një gru, për një diçka. Me trahtu Allahun, me trahtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Çka po don ti pastaj në ahiret, çka po don në botën tjetër, çka don me lyp atje. Merre që dunja për cilën e kilon mbrapa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe Allahu azza wa jall, merre me vetin mufshë me marrën varr. S'mundesh me marr kurrë hiç. Prandaj, kjo është realiteti i imanit. Nëse bënon dikush që monet pak më ndryshe, veç e rën vetën. Ky është realiteti me cilin janë sprovu ata, edhe kena mos sprovu musliman deri në ditën e Kiametit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Amsik alayka ba'da malika fa huwa khairul lak." Tha, nale thani pjesë të pasurisë për vete, tha se është më mirë për ty. Atëherë tha, penali hisën që kum pas në Khaybar. Hisën që kum pas në Khaybar penali. Edhe i thash ja Rasulullah, inna Allah inma najjani bis-sidq. O dërguari Allahut, Allahu ka pështu veç për shkak të sinqeritetit. Thot wa inna min tawbati alla uhaddith illa sidqan ma baqit. A thot pjesë e pendimit tim është që mos sodit kur s'ka më fol diçka vetë si të vërtetën. Nëse e vërteta më pështojti çështo, din Kiamet kur s'ka më lën kët vepër. A thot Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, thot nuk di që dikon për muslimanëve Allah azza wa jall e ka sprovu me sinqeritet sikurse që shumë ka sprovu mu. Thot prej asaj dite më kur nuk ka ndodhur që kjo gojë e jamja me qitë ndonjë gënjeshtët deri sot kur për të regoj qëtë hadith, edhe shpresoj të Allah azza wa jall që më mërujt në pjesën tjetër të jetës që kam. Edhe aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishin zbrit ajetet: "Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim." Allahu ja ka pranu pendimin pejgamberit. Tash pa më kon për përmend. Ja ka pranu pendimin pejgamberit, muhaxhirëve dhe ansarëve, të cilët e kanë ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në kohët e vështira, pas momenteve kur zemrat e tyre përpaksa s'kan deviju, një grupi të tyre përpaksa s'kan deviju, po pastaj Allahu i fali, ai është rauf, i but edhe rahim, i mëshirshëm me ta. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. Edhe aty me treve të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i la anash, ose krejt dhe ja pranojt aty 80 veta, ja pranojt arsyetimet, ty në treve ju tha ju pritni. Thot aty në treve të cilët i la anash, edhe aty në thot kur ju ngushtu dunjaja, edhe toka do thot ju rrotullu mbi sytë të tënve. Dhe wadhannu alla malja'a min Allah illa ilay, edhe e kuptuan se nuk ka me ik përveç se tek Allah azza wa jall. Thumma taba alayhim liyatubu. Dhe Allah azza wa jall ju pranoi pentimin. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Allahu është tawwab dhe rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju të cilët e keni besu Allahun, tutjuni Allahut edhe jini me të sinqertë. Tutjuni Allahut edhe jini me të sinqertë. Çka i bën kjo tutjuni Allahut? Ti e din se nisan është ndalum me e bë, mos e bën. Edhe bënu me të sinqertë, sepse veç atëherë ka shpëtim. Thot Ka'bi ibn Maliku, thot nuk di në begati që Allah azza wa jall më ka çu mas ditës kur jam bë musliman, se sa ky pendimi thot këtë ditë. Edhe fakti që Allah azza wa jall e ka shfaq sinqeritetin tim, edhe nuk më kalon me rrejt, si kurse ata që ajo grupa që pa të nrejt, thët për të cilët thët u pa të shkatru, edhe Allah azza wa jall i pa të përmend me tiparët më të këqia, i pa të përmend me karakteristikat më të këqia, për shkak do vëthën të veprimin të tënve. Edhe ju ka thënë, se ahlifune billahi lekum idhen qalebtum i lejhim li tu'lidu anhum. Ata kanë me ardhe, kanë me betu para juve, që për çka? Që ju milon mos minguc, milon të qetë. Fa a'ridu anhum. Mos ingusni pra, lani. Innahum rijs. Ata janë të fliqt. Ata janë fliqtin. Innahum rijs. Para mendo Allah azza wa jall po të çon me emrin rijs, fliqtin. Ç'kjo është e rëndë? E ky emën i takon çdo njanit i cili e tradhton Allahun në dërguarin e tij.
Ai është rijs, është fllëçtin. Fa in tu'ridu anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin. Thot edhe nëse ju domethën i lani ata, i anashkaloni ata, thot Allahu nuk është i kënaqur me popullin fasika, me njerëzit fasika. Thot Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, në këto ajete ku po përmendet fjala wa 'ala thalathati alladhina khulifu, edhe ata të tretë të cilët mbetën mbrapa, do të nuk është fjala se mbetën mbrapa, nuk morën pjesë në betejë, khulifu. Po është fjala për faktin që neve tre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tha pritni ju, khulifu. On ila mbrapa, tha pritni ju. Pra i komentoi këto gjana Ka'b ibn Maliku radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe do thot kjo është ngjarja e Ka'b ibn Malikut, cila është mësim për musliman, mësim për sinqeritet. Nëse dëri me dita e sinqert, kështu në gjendjen e Ka'b ibn Malikut, ku t'ju vinë sprovat, ku t'ju vinë rastet e provimit të imanit, kështu në ajni të kalu si Ka'b ibn Maliku, apo sikur ata tjerë që vishin me justifikime të menu që hajtë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kalojnë anë çështu, hajtë se ky se din. Ama Allah subhanahu ta din zemrën tënde, e din a ki nevojë, as ki nevojë, a ki bo për një mes, a ki bo për një me, a ki bo për shkak të kushteve të dobta, as e ki bo, a ki bo për shkak të gruas, as e ki bo, a ki bo për shkak të babës, as e ki bo, a ki bo për shkak të punës, as e ki. I din Allah subhanahu shumë mirë këtë. Inna Allah la yarda bil qawmil fasiqin. Allah subhanahu nuk është i kënaqur me popullin fasika. Prandaj njeriu duhet me uroj. E këto ajete domethënë përgjithsisht janë pjesë e surës Tauba. Pjesë e surës Tauba, e cila edhe komplet suraja u quajt me emrin Tauba. Po kjo sure thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu e ka quajtur me disa emra. Ka thënë at-Taubatu hiya al-Fadiha. Surja Tauba është surja e shpërfaqjes. Al-Fadah i bën kur dikush t'i qet ato far tmetat në shesh. T'i qet të këqijat në shesh. Al-Fadiha pse u quajt sura Tauba? Thot Ibn Abbas thot ma zalat tanzilu wa minhum hatta dhannu annahum lam tabqa ahadan minhum illa dhukira fiha. Thot vazhdoi me zbrit surja Tauba me fjalët wa minhum dhe prej tyre ty përshkru Allah azza wa jall sifatet e munafikëve. Dhe prej munafikëve ka që bën kët. Dhe prej munafikëve ka që kanë bë kët. Ty përmend ç't form deri sa thotë Ibn Abbasi, ja nisin munafikat më tut që s'don me lën asnjënin pa përmend. Edhe është realitet. Allah azza wa jall në surën Tauba, po në librin e tij i ka përmend sifatet e munafikëve. Edhe njëri mundet me gjetë vetën aty shlir lehtë, mundet me gjetë vetën në librin e Allahut azza wa jall. Kjo është ndodhia e Ka'b ibn Malikut, edhe pse na ra në fol gjatë, mirë po është histori që s'mundesh me kuptuar në gjysmë e me lënë për tjetër herë. Me desh më thellu në detaje, mundet një më thellua me nxarë 10 mejlise, 20 mejlise me folë, ma shumë mejlise me folë për këtë temë, më koncentru në detajet e mësimet e kësaj ndodhije, por ne jemi duke folë për kronologjin e ngjarjeve dhe ndodhive në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke mundu me nxarë ndonjë mësim aty këtu që mujna me nxarë, dhe duke lutë Allahun azza wa jall që me i bë këto ngjarje, këto ndodhi shëmbëltyr për ne, që ta mësojmë se në rrugën e kujt duhet me ecë, e ta mësojmë në rrugën e kujt s'duhet me ecë. Lutim Allahun fuqiplot që na mëshiroj, na udhëzoj, na i fal mëkatet ato që i bëmë dije pa dije. Lutim atë që na i forcoj zemrat në iman, na i forcoj zemrat në islam. Lutim atë që na bashkojmë me të dashurit në botën tjetër, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe grupin e tij. Edhe lutim atë që نسترهوي في الدوس الأعلى. تقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إلى الله.